se s'dija që do ndodhte si do ndodhte. U dha prajmi parë, a sulmoj mu gjithë salla atje bashkë me Ledionin, o Mateo ke pas marrëdhënie, qa ke pas lidhja, qa ke pas për hadet Brikenës, unë që thash, jo. Po si, qa na ke thënë edhe ke fitu shumë pikë për qëndrim qa na ke thënë ne këtja ne, po pra thash kam thënë për njohje, thash, ne, të rridhër. Po jo nuk quhet lidhje, thashën. Tha, po ne na ke treguar gjëra tjera, tha tash i po thu gjëra tjera. Dola unë prapë mashtrues për Brikenën. Pse? Se do të gënjej Brikena që ditën e parë ke akvariumi. U sulmova aty unë bëna. Ka qenë ajo ditë që unë kam qenë duke folë me Krisin, se Krisi ka qenë dhe i parë që kam folën dhe ke akvariumi. Që po vazhdonte, po pse si qysh tek ne. Qa nodhi, pse jo thot shuti të kështu e thash o vlla. Nuk mund të konsiderosh lidhje thash vetëm se ka ndodhur puthje. Po. Atë që thot Brikena. Po. Edhe Brikena tash këtë e merr sulmin madhështor, sikur unë kam dalë, ne kam thënë, unë me atë jemi puth, unë me atë ku diuna, kemi bëj gjë apo ku domethënë sikur unë kam fol me ul ose me shpif. Ndërkohë që unë kam thënë konkretisht, domethënë për të pohuar atë që ka thënë ajo që nuk ka qenë lidhje. E pse s'ka qenë lidhje? Se nuk mund të qush lidhje vetëm pse ka ndodhur puthje. Ajo po me Kristin që rri gjithë ditën. Edhe bën lojë me Kristin gjithë ditën, vesh që kur ishte të Avash. Që kur ishte këngrovë se te kur përnothë festa që ishim gjithë bashkë? E pe kur erdhe aty këne? Masi po bërtisem me Kristin atje, më erdhi me shpatë në dorë. Jo, këtë se t'i kam. Po pra, më erdhi me shpatë në dorë aty, se kam kthy përgjigje fare, thash lutem thash du të flas fare me ty tash. Po, për këtë temë. Ora se dia çfarë po thoshte. Thjesht po vinte çka ke shpif ti, pse mos fol për mua. Vërdo. Zero respekt. Thash, të lutem thash. Hajde, ulu, i ka ndej kështu, hajde. Shumë që kurorën time. Kurorën do doja shumë ta kisha. Ma dhanë, pastaj ta dhanë ty. Ty se morë kur në dorë, mos kemi rast. Pra aty ku duhe, hajde, se ka muhabet. Iku ke, ishim ke pulsanti pastaj. Ja kërkova unë sqarimin me hap, se temi jo s'du me hap, jo. Thash vajzë tash nuk mund të vish ti mua, thash me shpatë në dorë, thash mes festës, thash. Kur ti ke fol me Kristin, s'di çka ke fol. E ti s'di fare pjesën time, e të vish të më sulmosh mua, thash, nga hiqi, ndërkohë thash që unë ty nuk të kam sulmu herë. Nuk kam zënë një herë hapësirën, nuk kam ardhur herë me të provoku, nuk të kam ardhur herë me të sulmu, thash, pse vjen ti të më sulmosh mua? Ure zem se jam unë i keqi, nga e di ti. Ti bën lojë me atë, edhe vjen kundër vihesh mua. Jo po ti ke thënë kështu, ke thënë ashtu. E çaj thashun atje, thash unë kam thënë, thash që po, Brikena nuk e shoh se gjithë gozat e tjera. Pse? Se s'doja unë me hiperbolizu situatën, nuk doja ta ktheja në shoh, nuk doja ta vazhdoja si temë. Se nuk kam marrë tu me vazhdu temën e puthjes nga mjezi deri në darkët, nga dita parë deri në ditën e 300. Iku kjo, u dha prajmi, se dje që të jip të shën prajmi të pyse Ledioni ke fol me Kristin, është e vërtet apo jo? Unë për të gënyu s'kam gënyu, do më thënë, do dilja unë mashtrues që se do thoja, ja kam thënë apo s'ja kam thënë, po unë se pohova, e kam gënyu apo jo? U bësh bisedim aty që tha, a i ka thënë Kristi apo si ka thënë? Po, thashun. E ka gjithë prajmi, unë s'kam fol fare. As kam dërhy, as kam dash me bot tem bisede. Po, ajo pyetja ishte në kuptuar për puthjen. 2 sekonda. Ore puthja ka ndodhme, për të ndodhur. Po pse thot Brikena jo? E kupton? Po Brikena nuk e di pse thotë jo.